Në Kosovë, Pashkët shënohen si një nga festat më të rëndësishme të Krishterimit, duke u kremtuar çdo vit në ditën e diel, dita që simbolizon ringjalljen e Krishtit dhe fitoren e jetës mbi vdekjen. Kjo festë mbart një domethënie të thellë shpirtërore dhe kulturore për besimtarët, duke i bashkuar ata në lutje, reflektim dhe shpresë. Atmosfera festive vetë se ka filluar të ndihet në shumë familje besimtare në qytet e fshatra. Familjet mblidhen rreth tryezave tradicionale, ku vezët e ngjyrosura janë simboli i jetës së re dhe të njëjtat zënë një vend të veçantë, ndërsa urimet për shëndet e begati përcillen nga një brez në tjetrin. Festa e Pashkëve përcillet edhe me meshën festive, ku të gjithë besimtarët marrin pjesë në meshën e së dielës, duke festuar me familjet e tyre. Pashkët, përtej dimensionit fetar, shërbejnë edhe si një moment bashkimi dhe respekti ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Kjo festë i kujton rëndësinë e tolerancës dhe harmonisë ndërfetare, vlera që vazhdojnë të karakterizojnë vendin. Në fund, e diela e Pashkëve nuk është vetëm një ditë feste, por një mesazh i fuqishëm shprese dhe besimi në një të ardhme më të mirë për të gjithë.